Lert Vasili ka 2 fjalë për gjeste, nuk fut në dhomën e rrëfimit, ja çfarë ndodhi me fytyrën e tij. Lert Vasili, i cili u shpalli treti në finalen e madhe të 19 prillit në Big Brother, ishte në rrëfimin e parë dhe intervistën e parë që nga dalja. Një lidhje me fituesin ai u çuditi teksa shpreh se gjesti e meritonte, por të gjithë këtë lavde duket si ishin ironi dhe thumbime nga ana e tij, teksa tha ndër të tjera, ai e meritonte në mënyrë absurde fitoren, shkatroi gjithë shtëpinë, shohi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi, ai bëri gjithçka. Unë jam një tjetër njeri, di që është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar një 2-3 këngë e nuk regjistroi asgjë, vetëm për të shkruar një tekst për Banakingun e nuk shkruajti asnjë varg, por ja që publiku paska këtë preferencë, një analfabet funksional, ndaj është më e bukura natën e mirë. Tha Laerti me ironi, duke thënë se nuk mund ta kuptonte publikun që ka vlerësuar një person të tillë, teksa për Rozanën u shpreh. Për Rozanën kam rezervat e mia, kam pasur debatet e mia brenda që kanë qenë me kuptim plota, megjithatë duhet t'i jap Shezarit atë që e meriton, ndaj u shpreha se nëse nuk do e fitoja unë, kush e meritonte dhe ka vetëm një emër për mua, Rozana. Pastaj njerëzit flasin me tifozlik dhe shpesh herë qorrohen duke parë faktet. Ndoshta këtë do edhe shoqëria shqiptare të përkrah analfabetet, u shpreh tepër ashpër Laerti, i cili për t'i vënë kapakun u shpreh se nuk do e përsëriste asnjëherë eksperiencën e Big Brother VIP, aq më tepër tani që ka dalë dhe ka zbuluar disa deklarata që sipas tij kanë hedhur vrerë figurës së tij, duke u shprehur nuk do ta përsërisni asnjëherë këtë eksperiencë, kur kam dalë jashtë dhe kam parë deklarata se si është përdosur emri im. Kur hyra brenda, isha i pastër dhe ashtu kam qëndruar. I falenderoj edhe shumicën e njerëzve në rrugë që më përshëndesin dhe më thonë që ke treguar kulturë, por me sa duket kjo nuk mjafton, përfundoi Laerti zhgënjur.